do t'jetë koordinuar dhe llogaritur mirë. Ndërkohë, liderët kombëtar kanë dalë me qëndrimet e tyre duke kërkuar tensionimin e situatës mes dy vendeve dhe që palët ulen në tryezën e negociatave. Usman, pak me herët unë kisha dhe Virendra Tiwarin, gazetar nga India, me cilin komunikuam për situatën, padyshim, ata kanë tjetër qasje për këtë situatë, por një pikë që i bashkon gjithë është frikat e qytetarët, të cilët janë të pafajshëm dhe nuk kanë asnjë lidhje me këtë çfarë ndodh me politikën e madhe. Si ndihen qytetarët në Pakistan në këto momente? Civilët pakistanez janë të shqetësuar pasi India ka goditur civilët tanë ndaj, por ka edhe shumë keq informim nga të dyja palët dhe kjo është diçka negative që nuk i shërben paqes, por i shërben konfliktit. Por ju siguroj se sulmet indiane morën jetë civilësh dhe situata është kaotike on Pakistani civilians and who didn't want any such war, dhe çdo akt luftarak që është i shoqëruar me paranojën dhe histerinë e palës indiane janë konkretizuar, por pala pakistaneze është angazhuar aktualisht në çështjet e brendshme dhe nuk do asnjë përshkallëzim të situatës. Por sa herë që ndodhin këto ngjarje, India përpiqet të fajsojë Pakistanin. Dhe është diçka që do doja të përmendja është se India shkel të gjitha traktatet. Ajo pezulloi traktatin me Pakistanin për kontrollin e kufirit dhe ne nuk në lejohet të afrohemi në kufirin indian. Dhe ka shumë në kufi, ka shumë familje të ndara për shkak të këtij represioni nga pala indiane. Which is very crucial framework to govern the line of control, the boundary after 1971 war. Është me rëndësi që të respektohet kufiri i caktuar në konfliktin e fundit të disa dekadave më parë mes dy vendeve. Por ne, njerëzit në Pakistan, nuk duan luftë, por duan që të jetojnë në paqe. Por duke qenë se India ka shpallur luftë, atëherë çdo vend në bazë të statutit të OKB-s ka të drejtën të përgjigjet në mënyrë reciproke. Usman, ti je në Lahore, vetëm pak kilometra nga kufiri me Indin edhe nga zona e Kashmir, zona e shumë diskutuar që është thelbi i konfliktit. Trego pak si është situata aty tek ty. Ka frikë, ka prezencë të ushtrisë, çfarë po ndodh në qytetin tënd? No, there is no such, kind of sentiment here. Për momentin nuk ka një prani ushtarake, kam dalë, kam parë situatën në teren dhe mund të them atë që njerëzit janë të shqetësuar. Aktualisht në Lahore është qetësi, trupat janë dërguar në kufi, ku kanë marshuar aty, atje nuk e di se si është situata, por në Lahore ajo është në kontroll.
ushtria është vendosur vetëm në kufi. Kufiri është i mbyllur nga të dyja palët. We have carried out a very calculated strike and we don't want to escalate the situation. So right now I believe Dhe në këto momente unë besoj se nga pala indiane situata është përshkallëzuar dhe Pakistani ka të drejtën e tij të përgjigjet. Mendoj se pala indiane nuk duhet të kaloj pa u ndëshkuar, nuk duhet të ketë pa ndëshkueshmëri në këtë rast. Usman, kam një pyetje të fundit, se e di që ke angazhime dhe situata është goxha e tensionuar. Reagimi ndërkombëtarëve, si ishte për ty? Pam një deklaratë të presidentit Trump, e cila nuk ishte, më duhet të themi, as mish as pesh, kthehemi në këtej. Besoj që Genci mund ta përkthej si duhet këtë frazë. Por si të duk deklarata e Trump dhe çfarë pret nga ndërkombëtarët? Because Pakistan, that's a quite good question. That's a quite fair question. Është një pyetje me vend. Pakistani I ka kërkuar vazhdimisht komunitetin ndërkombëtar që të ndërhyjë. Presidenti Amerikan sa po përdori fjalën turp dhe sa I takon Evropës, ata kanë dalë me agjencitë e tyre të lajmeve duke ofruar mundësinë për të ndërmjetësuar mes Indisë dhe Pakistanit, edhe Kina ka shprehur shqetësimin e saj, Turqia, Irani, për që palët të negociojnë dhe të shmangin për shkallëzimin e situatës. Bota është e shqetësuar pasi ky konflikt ka shpërthyer në një moment delikat, nisur edhe nga fakti që dy vendet janë fuqi bërthamore. Në Britaninë e Madhe dhe në Shtetet e Bashkuara, sekretari I Shtetit Marco Rubio zhvilloi bisedime me zyrtarët tanë. Ndaj shpresom që të vinë lajme të mira nga faktori ndërkombëtar. Usman Shahid, shumë faleminderit për kohën dhe për gjithë detajet që solle. Nga Pakistani të uroj punë të mbarë dhe shpresojmë shumë që situata mos të tensionohet dhe faleminderit edhe një herë për diçka solle në studion e Euronews. Yeah, definitely. Hopeful, thank you. Faleminderit juve. Okej, ishte Usman Shahid, gazetar dhe analist në Pakistan.